Damian Gjiknuri zhvilloi takime banor të Kaninës. Në fjalën e tij Gjiknuri pohoi se rikthehet në Vlorë, në Kaninë, ku janë bërë shumë punë të mira së bashku. Gjiknuri pohoi se kur ishte ministër loboi për investimin në rrjetin elektrik, si dhe rehabilitimin infrastrukturor të rrugës, duke theksuar se në Kaninë ka gjurmët e tij të gishtit dhe ndërhyrjen për t'i bërë realitet këto. Gjiknuri kërkoi mbështetjen e të gjithë qytetarëve të Vlorës, ndërsa e cilësoi Partinë Socialiste si garanci për rrugën e mirë që ka nisur Vlora. Referuar kandidaturës së tij, Gjiknuri pohoi se ka konsoliduar figurën e tij përmes punëve, duke dhënë provat me shumë punë konkrete. Gjithmonë rikthehem me kënaqësi, sepse që herët e parë kur kam qenë i deleguar në Vlorë, kam ardhur në fshatin tuaj, kemi bërë disa gjëra që ju atëherë kishit prioritet, siç ka qenë energjia elektrike, ku ka qenë direkt ndërhyrja ime si ish ministër, kishit problem në rrugës atëherë, u bë dhe rruga dhe disa investime tjera, po unë vi krenar këtu sepse disa gjëra që u kërkuan atëherë si fshat u realizuan dhe unë kam gjurmën time të gishtit dhe ndërhyrjen time për t'i bërë realitet këto. Mora përsipër disa angazhime atëherë në 2021. Por tashmë më mirë që vi prap dhe vi me votim të drejt për drejt. Pra kërkoj mbështetjen e të gjithë qytetarëve të Vlorës në mënyrë drejt për drejt. Është sfidë për mua, po është dhe kënaqësi, se më lidh siç duhet me njerëzit dhe të paktën ato angazhime që i marr drejt për drejt me njerëzit, i kam angazhime edhe të karakterit personal, me gjithë kapitalin tim politik. Unë mendoj që vota për Partinë Socialiste është garanci për vazhdimin e rrugës të mirë që kemi nisë, që ndihet dhe këtu në fshatin tuaj. Pra, rruga e zhvillimit. Kanina, shumë vite më parë, fshati që mëse i harruar, i pa vizitueshëm dhe nuk është se përbënde në një atraksion apo një tërheqje për të gjithë të tjerët. Zhvillimi që është poshtë në Vlorë, efektet i jep dhe në edhe të ju lartë. Mjafton shikoni prona tuaj çfarë vlere, çfarë interesi ka sot. Dhe vetë bëni krahasim. Dhe këtu interesi do të jetë dhe më i lartë. Dhe hapi aeroportit do të sjellë dhe më shumë vizitor. Po do ketë nevoja për ndërtimtari. Po këto vendet tuaja lokale, shtëpia do mund të kthehen bujtina dhe mund të ketë shumë e shumë vizitor, që fshati nuk do mbahet më vetëm për historinë dhe krenaria e historisë, por do ketë dhe të ardhurat më të mira ekonomike. Kjo lidhet me emrin Partisë Socialiste. Është vërtet. Në këtë rrugtim timin, unë kam formuar karakterin tim. Me rastin tim, me individin Damian në listën e PS-s, për interesat që mund të keni dhe ju, si komunitet, juve duhet një politikan i provuar. Nëse ju do më besoni si fshat, më jepni shumicën e votave. Do doja edhe një votë personale për emrin e Damian Gjiknurit, për të qenë një zë i fortë. Banorët pohuan se Kanina ka mundësi të njojë investimet në këtë mandat të katërt, vetëm me Partinë Socialiste, duke pohuar se ata vete kanë zgjedhur deputetin e tyre, Damian Gjiknurin. Ju e dini që unë kam qenë në krah të djathtë. Kam ardhur se shoh një shans që Kanina o bëhet për 4 vjet asi, o s'ka për të bërë më. Që jam një tort e zgjodhën vetë. E ne zgjodhëm më të mirë, mendoj unë. Unë dua të bëj një pakt me ju. Po vajtën te Damiani votat, te 5 vend. Damiani ka qenë dikur përfaqësuesi jon në Kaninë. Vetëm e ka treguar se kush është. Ndërsa sot ne po bëjmë një pakt me mbarimin e zgjedhjeve, ti je zëri fuqish milioni në parlament, ju ftoj të gjithë të votojmë Partinë Socialiste numrin 5 e Tiranës. Suksese, Damian,